24 shkurt, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Rama është në panik dhe kjo duket qartë që prokuroria e posaçme SPAK kërkon që çështja e Ballukut të trajtohet si grup i strukturuar kriminal. Dhe nga akuzat e reja të afruara në parlament, burgosja Shaj shkon deri në 35 vite burg dhe ajo e meriton. Natyrisht që SPAK do të godas familjarët, të cilët nuk kanë imunitet, dhe kjo kërcënon edhe bashkëshorten e kryeministrit Rama. Dëgjova Berishën që tha që 200 milion dollar janë transferuar nga Rama në ishujt e parajsave fiskale, sipas një raporti nga Europianët. Kjo shifër është disa herë më pak se sa vetëm një transfer e bashkëshortet e tij nga ABI Bank. Dhe çdo gjë është në radarët e agjencive amerikane. Natyrisht Rama e pa ftohtësinë në Washington, ku nuk e priti askush, nuk hyri në asnjë zyrë të administratës amerikane, dhe shuplaka u dha duke takuar Osmanin, edhe pse ajo nuk ka shumë shanse që të jetë përsëri presidente e Kosovës, mbas flirtit me Ramën përpara se shkonin tek bordi i paqes, që këtu nga e majta quhet bordi i turpit, dhe në fakt ka vetëm premtime dhe asgjë reale. Natyrisht që Rama është kreu i grupit të strukturuar kriminal. Familjarët e tij gjithashtu. Nuk shpëton dot. Por Amerika, administrata e Trump, nuk është shumë me Ballkanin aktualisht, por SPAK ka duar të lira. Donald Trump, mbas vendimit të premtes nga Gjykata Supreme për të hequr tarifat e tij në bazë të ligjit të gjendjes së jashtëzakonshme, është i udhëtuar. Thuajse 1/3 e armadës amerikane i është afruar Iranit. Trump është konfuz. Pentagoni nuk është konfuz, sepse Pentagoni, generalet janë të qartë, dhe kur ata dërgojnë ushtrinë amerikane, skenari është i përpiluar në mënyrë të përpikt. Sepse planifikimi ka filluar që në kohën e Henry Stimson, George Marshall, të cilët organizuan një ushtri moderne amerikane. Pastaj për të vazhduar me Eisenhowerit, që ekzekutoi edhe D-Day, kur shliroi Europën, apo me MacArthur, me politikat në paqësor, politikat ushtarake në Japoni. Ata që duhet japin këshilla presidentit për të marrë një veprim të madh ndaj Iranit, janë pikërisht personat me aftësi të mëdha te Këshilli i Sigurisë Kombëtare, një këshill që është krijuar me aktin e sigurisë kombëtare të vitit 47, po atë vit që është krijuar CIA. Këshilli i Sigurisë Kombëtare, siç ma ka thënë këshilltari i fundit i zotit Trump, Bolton, kishte qëllimin që t'ju afronte presidentëve opsionet më profesionale për çdo situatë vështirë. Aktualisht, presidenti Trump nuk ka këshilltar të sigurisë kombëtare, por ja ka dhënë këtë post si shtesë Marco Rubios. Ngjan pak me Kissingerin e Nixonit, por të gjithë e dinë që ajo solli skandal në Watergate. Këshilli i Sigurisë Kombëtare, siç më thot ambasadori Bolton, ka pasur shkurtime masive dhe është dëmtuar shumë. Dhe ky proces me këtë Këshill të Sigurisë Kombëtare nuk garanton vendime korrekte nga presidenti dhe nuk kemi veprime racionale. Por gjatë kësaj situate, Trump do të marrë një vendim. A do të bashkohet Izraeli në goditën ushtarake të Amerikës në Irani? Kjo ende nuk është vendosur. Trumpi ka 3 opsione. Të përdor fuqinë ushtarake amerikane, sepse vija e kuqe ka kaluar me kohë. Trump ju premtoi iranianëve që ndihma po vjen dhe nuk e mbajti fjalën.
Opsioni i dytë është që të godas objektivat ndryshme, gardën kombëtare, të vras Ajatollahun dhe liderët e tjerë. Si dhe por ka si opsion në qoftë se mund të bien dakord për marrëveshjet e armëve bërthamore, të mos ketë sulm. Kjo nuk funksionon sepse Irani gjatë gjithë kohës nuk ka mbajtur premtimet për marrëveshjet. Do të ishte gabim i madh. Në qoftë se Trumpi do kërkonte ndryshimin e regjimit, kjo do të ishte diçka që do të favorizonte popullin pers iranian. Por problemi është që Trump nuk e ka aq të lehtë sepse Irani është një vend 19 milion banor, nuk është si Iraku. Ka rakete hipersonike, mund të godas Izraelin, mund të godas Europën, mund të godas anijet amerikane që janë afruar. Çdo anije ka nga 5.000 ushtar, pra janë rreth 15.000 mund të ketë vrarë. Trump nuk do të ta pranonte këtë në një vit mes mandat. Por ata që e joshin Trump për të marrë një goditje ushtarake, i thonë që do të hysh në histori në qoftë se shkatron në regjimin e Ajatollahëve dhe e kthen popullin iranian të kontrollojë të ardhmen e tij. Janë 8 president që kanë ëndërruar të shkatrojnë regjimin e Ajatollahëve. Ka nisur që me Carterin, i vetmi që ishte miqësor me ta ishte Barack Obama, vazhdoi dhe Bideni, jo pa qëllim, duke dashur që Irani të jetë në qendër të lindjes mesme dhe të mos jetë Izraeli. Ju dhanë me qindra miliard dollar nga dollarët e ngrira të Iran, por ata nuk i mbajtën premtimet, vazhduan pasurimin e uraniumit dhe rreziku është që kur ata të kenë armë bërthamore ta përdorin me Izrael. Në qershor, Trump i goditi ashpër dhe tha që e shkatrova tërësisht programin bërthamor, por kjo nuk dihet. Dhe siç thuhet, Netanyahu i ka thënë në qoftë se ju nuk do të godisni Iranin, unë do të përdor një nga armët e mia bërthamore. Indirekt pra pranon që Izraeli ka armë bërthamore dhëna nga amerikanët. Nuk është aq e lehtë. Mund ta kishte goditur, por lejoi që gjatë lojrave olimpike të mos godiste. Nëse godet, mendimi im është se godet këtë të shtunë, zakonisht kur Wall Street është e mbyllur, siç ndodhi në qershor, në 12 qershor. Kalkulimet janë të mëdha. Nëse godet ushtarakisht Iranin, do të goditet shumë industria e naftës dhe çmimet do të rriten. Pra do të ketë goditje ekonomike. Nga ana tjetër, Trump nuk ndalon me tarifat, edhe pse Gjykata Supreme ja ndaloi atë Liberation Day dhe shumë vende kanë filluar të kërkojnë të paguen mbrapsht për tarifat e mbajtura çka dolën paligjshme. FedEx sot ka hedhur në gjyq kërkon rimbursim, janë rreth 250 miliard, 270 miliard dollar. Por Trump për një herë kërkon, bazuar në një akt tjetër, jo tek ai emergjencës gjendjes jashtëzakonshme, duke kërkuar tarifa 10 dhe 15%. Edhe pse janë vendosur tarifat, nuk ka rënë deficiti amerikan, deficiti tregtar. Ky është një problem tjetër. Nëse shikon ekonominë e Trump, sot ai do të flasë tek State of Union, ai kërkon të thotë që është ekonomia më e fortë se kurrë, por mesazhet janë të dyanshme. Inflacioni është pak më i ulët se sa nga dita kur Biden u largua. Papunësia, shifrat janë më të dobta me Trump se sa muajin e fundit të Bidenit. Trump fajson shutdownin e qeverisë, por problemi, thon analistët dhe Wall Street Journal, janë tarifat. Korporatat janë tërhequr, kanë ngrirë programet e punësimeve të reja, sepse nuk din në ç'drejtim do të shkojë
vendimit Trump për tarifat. Për çastin, kanë përfituar vendet Azis, Kina, Japonia, sepse vendimi i Gjykatës Supreme i favorizon. Dollari ka rënë. Trump është përpara zgjedhjeve të nëndorit dhe në qoftë se ekonomia nuk merr një ristartim, siç mendohet nga analistët, do të humbas Kongresin, por rreziku është që Vala blu të marrë dhe Senatin. Atëherë do të jetë një president pa fuqi. Vendimi i Gjykatës Supreme duhet vlerësuar sepse ndalon një precedent. Presidenti nuk mund të sillet si mbret. Natyrisht që mënyra se sa i flet pranohet nga ata që merren me politikë, Trump is Trump, por mesazhi nga Shtëpia e Bardhë nuk po jepet realisht për sukseset e tij. Nga ana morale tek transgjinorët, DI dhe Walk është fitues. Tek mbyllja e kufirit gjithashtu, ekonomia varet se si e shikon. Një vit është shumë pak. Ideja tjetër që po shkatron në rendin botëror, Bolton ka deklaruar që Amerika ka kohë që është superfuqia e vetme dhe ka vepruar gjithmonë si superfuqi e vetme. Nuk po ndryshon në një gjë. Qasja e tij ndaj NATO-s, duke nënvlerësuar Europën, natyrisht që krijon probleme. Por indirekt ka bashkuar liderit e dobët evropian, të cilët janë si një blok ndaj zotit Trump, mbas fjalimit të tij në Davos, ku Groenlanda ishte qendra. Natyrisht që mbas 4 vjetësh Rusia duket që më shumë ushtarë vriten rusë se sa numri i ushtarëve që rekrutohen. Kosto është shumë e madhe. Lufta në Ukrainë, problemet e Gazës, surrealizmi i Kushnerit në Gaza dhe çastet dramatike që mund të kemi një goditje të madhe në Iran, bëjnë që vëmendja e Washingtonit ndaj Ballkanit të venitet. Dhe duke u zbehur kjo vëmendje, ata që favorizohen janë autokratët, gjysmë diktatorët, të cilët blejnë heshtjen nga Washington. Rama me tangon e rrezikshme, armiqësuar me Bashkimin Evropian, kaotik me amerikanët, në një dashuri të pashpjegueshme me çifutët e Netanyahu, e ka futur veten dhe të ardhmen e tij, jo thjesht politike, por vetjake, në një bixhoz të madh. Kushdo që ka një logjik minimale e kupton që SPAC nuk do të ndalet. E kanë marrë mbështetjen amerikane. Dhe fëmijët e llastuar të presidentit Trump nuk ndalojnë dot hetimet nga Departamenti i Drejtësisë, FBI dhe SPAC. Ky është fakt. Nuk flitet thjesht për Ballukun, të cilës dje i thanë që akuza do të jetë për 35 vite burg, grup i strukturuar kriminal. Natyrisht që kur ka kriza të mëdha, nuk ka të vëmendjen e madhe siç thash në Ballkan, por protestat e fundit të opozitës kanë marrë vend në median e huaj, deri këtu. Nuk është më statu quo-ja. Dhe personat e ngarkuar që mbulojnë Ballkanin e kuptojnë që Rama nuk është më faktor stabiliteti. Dhe kjo e largon atë. Natyrisht që duke ndonjë një kohë gjatë në pushtet, pushteti absolut të korrupton në mënyrë absolute. I kthejmë edhe një herë që shifrat janë disa herë më të frikshme të transfertave të njerëzve familjar të Ramës. Ajo shifër $200 milion ose euro dhe nga Odiri në Tiranë është një pikëllës ujë
krahasuar me transferta disa herë më të mëdha nga bashkëshortja e tij. Natyrisht që kërkoi që ta shiste si fitore të madhe ardhjen tek Bordi i Paqes, një organ që nuk njihet nga elita perëndimore e Evropës. Do të fillojë të zbehet, Trump e ka kuptuar që autoriteti i këtij bordi duhet të jetë vetëm për gazën. Çdo orvatje, përpjekje për të krijuar një paralele me OKB-n do të jetë thjesht një dështim, sepse Gaza nuk zgjidhet për 3 vjet. Trump pas 3 vjetësh nuk do të jetë president. Dhe në qoftë se ekonomia nuk ka sukses, dhe në qoftë se MAGA do të vazhdojë të largohet nga presidenti Trump. MAGA nuk kërkon luftë. MAGA kërkon që America first, të mendosh për amerikanët. Dhe ka të bëjë shumë personi që do të jetë i nominuar për president. Trump nuk ka mbështetur as Rubin as J.D. Vance. Shumë thonë që djali i tij Donald Jr. do të hyjë në garë. Do të ishte katastrofë për republikanët. Dhe sa më shumë ekstrem të shkoj djathtas, ekstremi majt, ku është deri tani duket guvernatori i Kalifornias, i cili ka rekorde skandaloze në Kaliforni. Por në qoftë se demokratët do të bënin vetvrasje të fusin përsëri Kamala Harris, kjo do të favorizonte republikanët. Për Ballkanin dhe për Shqipërinë, kur janë republikanët, shanset dhe mundësit janë më të mëdha. Demokratët kanë qenë, janë dhe do të jenë nën trysnin e një figure të ndyrë si George Soros. Fatmirësisht, Departamenti i Drejtësisë ka shumë mundësi që brenda 6 muajve të ngrej akuzë për grup i strukturuar kriminal dhe pritën arrestime të mëdha. Rama është i rrethuar, jo thjesht nga lindat e tij, nga makutëria pacak, dhe jenë ndjen që SPAK nuk do të ndaloj tek zyra e Palloshit. Do të shkoj tek zyra e tij, por pse jo dhe në Surrel. Kudo në Shqipëri.